Sot ndodhem në malin e Tomorit, një prej vendeve më të shenjta të Shqipërisë. Aty ku çdo vit në datën 22 gusht, mijëra besimtarë ngjiten drejt shpatit të Tomorit për të nderuar Abaz Aliun. Desha shumë t'ju marr me vete në këtë udhtim, ne u nisëm herët në mëngjes me makinë dhe mua më lanë në fund makinës, si i vogël që jam. Për mëngjes hëngra shpejt e shpejt një kos frutash dhe një banane, pastaj ja futa gjumit se përpara kishim një rrugë shumë të gjatë. Kaluam nga Berati, ky qytet është kaq i bukur më manit sa herë që vi. O Berat, çepate fat. I përshëndes të gjithë ndjekësit e mi nga Berati. Dal nga dal po afrohemi dhe rruga është mbushur plot me makina dhe familje që kanë ardhur nga vende të ndryshme. Vura re se sa më lart ngjitemi, mali fillon të duket gjithnjë më madhështor. Në qoftë se po ju pëlqen videoja deri tani, mos harroni të bëni një like, lini një koment dhe shtypni butonin follow për më shumë video të tjera. Mali i Tomorit është një vend i shenjtë dhe ndërsa vazhdojmë ngjitjen, një gjë bie menjëherë në sy. Është një pamje që nuk e shet çdo ditë. Këtu kemi mbërritur në majën e malit të Tomorit. Ndodhemi në një lartësi që arrin mbi 2400 metra. Ky vend ka një histori shumë të vjetër se festa që shohim ne sot. Kur po shikoja kaq shumë njerëz të bashkuar, kuptova se nuk është thjesht një ngjitje në mal, por për disa është traditë familjare, besimi, si dhe lutje për familjen, shëndetin dhe mbarsinë. Për mua kjo ishte hera ime e parë që ngjitesha në majën e malit të Tomorit. Ishte vërtet një ditë shumë e bukur dhe një kujtim që do ta mbaj shtrenjtë në zemër. Nuk më mbetet asgjë tjetër veç se t'ju uroj të gjithë juve shëndet dhe mbarsi për gjithë familjet tuaja. Faleminderit shumë.